Njësitë speciale të policisë së Kosovës arrin në finalin e King Challenge në Jordani. Pjesëtarët të njësisë speciale të policisë së Kosovës kanë arritur në finalin e garave ndërkombëtare King Challenge të njësive elitare policore ushtarake që përmbahen në Jordani. Sipas njoftimit të policisë, fal performancës së shkëlqyer, ekipi kosovar ka arritur të futet në fazën finale të garës King Challenge, ku garojnë 15 ekipe më të suksesshme nga e gjithë bota. Në këtë garë ku po marrin pjesë 38 shtete të ndryshme të botës, njësitë elite policore si dhe ato ushtarake po garojnë në disa disiplina me shkallë të lartë të vështirësisë dhe taktikës, si gjuajtje me armë të llojeve të ndryshme, marshime me pesha të rënda dhe pjesë të tjera të ushtrimeve të natyrës së kësaj fushë të operimit policor ushtarak. Policia e Kosovës me njësinë elite të saj po tregon profesionalizëm dhe rezultate pozitive në fusha të ndryshme karshi policive të shteteve të ndryshme ndërkombëtare. Ekipi i policisë së Kosovës ka arritur të futet në pjesën finale të garave King Challenge, ku pjesëmarrëse në këtë fazë do të jenë 15 ekipet më të suksesshme të këtij organizimi, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës.